Institucionet dhe ndërmarrjet në të gjitha bashkitë e qarkut të Vlorës kanë kaluar në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo situatë që mund të vijë si pasojë rreshjeve të shiut me intensitet. Drejtuesit e institucioneve kanë raportuar në mbledhjen e shtabit të emergjencave civile në institucionin e prefektit të Qarkut. Drejtori i Ujësjelljes Kanalizime rajoni Vlorë Ermal Murati tha se janë njoftuar qytetarët qysh në fundjavë për situatën e pritshme në nisje të kësaj jave dhe se është ngritur grupi emergjencave për të përballuar situatën dhe për të punuar me shërbime të ndryshme në rrjetin e kanalizimeve të ujrave të zeza dhe ujrave të bardha, si dhe në stacionet e pompimit. Ditën e shtunë, për ditës shtunë kemi bërë dhe njoftimet në faqen e ujësjes kanalizimeve për sensibilizuar radh parë edhe qytetarët në vendet kritike ku kemi gjithmonë situata që çedohet, njëkohësisht për pjesën e parkimeve, ku është një problem i cili në momentet caktuara nuk na lejon akses për të ndërhyrë. Gjatë ditës shtunë janë bërë pastrime në rrjetin e kanalizimeve me sonda, me mjetet e nevojshme. Njëkohësisht janë punuar dhe në pastrime e stacioneve të ujrave të zeza. Dihet që ngarkesa më e madhe e këtyre stacioneve është kur kemi rreshje, futen në funksion edhe për le të themi operimin e ujrave të bardha, ujrave të shiut. Janë pajisur me mjetet gjithë, le të themi, stacione kryesore me gjenerator, në rast mungesë të energjisë, ku janë furnizuar me lëndë djegëse. Është ngritur grupi punës, kanë dalë urdhrat. Për ilustrim ka marrë disa foto, por ndoshta një moment të dytë mund t'ja përcjell njëkohësisht edhe me urdhrin e punës për planin e masa. Drejtori i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë Vasian Konomi siguroi se janë kryer remontet e linjave të energjisë elektrike për të gjithë hidrovorët në territorin e bashkisë së Vlorës. Janë kryer remonte për në hidrovorin e madh qytetit në të dy linjat që furnizojnë hidrovorin, si na pjesë e fiderit Sodës dhe fiderit Vlorës 3, është ndruar komplet përcjellsi dhe mendoj se nuk do kemi as një lloj problemi për furnizimin e hidrovorit qytetit. Për hidrovoret e vegjël të qytetit janë bërë sistemimet e nevojshme, plus që linja është 20 kV dhe nuk do kemi probleme. Vetëm në rastet kur do ketë prezencë të madhe të ujit në gabinat elektrike, të cilat do jenë problematike në qytet. Drejtori i Policisë së Qarkut të Vlorës Elidon Çela tha se strukturave të policisë u janë lënë detyra përkatëse dhe se gjithçka ka kaluar në gatishmëri për të përballuar situatat që mund të shfaqen. Risk, duke vënë theksin kryesor tek rrugët dhe akset kryesore interurbane dhe urbane që rrezikojnë të kenë prezencë të shtuar rreshjesh, ujë apo dhe inertesh për shkak të rrëshqitjeve të dherrave. Gjithashtu një fokus i veçantë nga ana jonë është vënë marrjes dhe transmetimit të informacionit korale për gjithë aktorët dhe organet e ngarkuara nga ligji me detyra dhe përgjegjësi për emergjencat civile dhe zonat me risk është lënë detyrë punojtë të policisë të mbajnë kontakte të afërta me gjithë banorët dhe organet vendore për të transmetuar, për të marrë dhe transmetuar në korale dhe për të adresuar gjithë së bashku çdo çështje që mund na lindi apo çdo e papritur. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj theksoi se problematikat në këtë bashki lidhen me shkaljet e dherrave, ndërsa gjithçka është në gatishmëri të plotë, ndërsa janë marrmasa edhe për rezervuarët. Po ashtu sipas tij do të mbahet në kontroll edhe bishti i malit. Problematika që kemi në rastet të tilla kanë të bëjnë me rrëshqitje dhe me bllokimin e akseve të rrugëve, si këto rrugë që janë quhen rrugë interurbane po dhe rrugët e fshatrave. Kemi marrë masat që me detyrimin e shërbimeve, mjetet janë gatishmëri sepse ajo do vi çfarë ndodh gjatë kohës së shiut nuk mund ta parashikojmë dot. Dhe problemin me rezervuarët, por këtu kemi një shans sepse rezervuar vjen nga Beari, ka shkuar në pikën kritike, në pikën minimale. Nuk është mendoj se do kemi probleme, por atje kemi punonjësit që do vjenë të shikojnë situatën nga afër, mos shkojmë te hapja e shkarkusit katastrofal, të shikojmë gjendjen. Besoj që nuk shkojmë në atë pikë sepse është në pikën fundore. Drejtoria e pastrimit të shërbimit do të jenë gatishmëri për akset kryesore, sepse këto kemi pasur probleme gjatë viteve.
problem ka qenë që kur mbytej Novosela te bishti i malit, i themi që dilte edhe lumi, por nuk është se sjell ndonjë problem shumë të madh, nuk ka dalë më. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Imarës, Pervin Gjikuria, theksoi se këtë të hënë, për situatën e pritshme nga moti i përkeqësuar, është mbajtur një mbledhje në drejtimin e kryebashkiakut Vangel Tavo. Sipas tij, edhe Bashkia e Imarës ka marrë masat përkatëse. Mbajtur një takim në Bashkinë e Imarës, kryesuar nga kryetari i Bashkisë zoti Vangel Tavo dhe gjithë drejtoritë përkatëse, për sa i përket përgatitjes për ditët në vazhdim. Historikisht, për sa i përket rreshjeve, nuk është se kemi hasur problematika me përmbytjet, përveç se disa gjëra të vogla që për shkak të punimeve të caktuara mund të kenë ndodhur në qendër të qytetit, gjëra që janë zgjidhur me rreshjet e kohëve të fundit. Kemi evidentuar pikat e problematike të cilat u kemi dhënë zgjidhje. Problemet që mund të hasen në vazhdim do të jenë rrëshqitje të dherave dhe bllokimi i akseve, mundësisht në pjesën e aksit Kuç-Shqiparo, Bosh-Sarand për sa i përket pjesës së Lukovës dhe Nivicës, si dhe aksi Palas-Himar tek pjesa e Vishës, mund të ketë problematika. Normalisht që janë kontaktuar subjektet të cilat janë përgjegjësi për mirëmbajtjen e këtyre akseve rrugore që të rrisin gatishmërinë. Por kjo nuk do të thotë se ne si bashki nuk kemi marrë masat tona që edhe në rast emergjencë ose në rast nevoje të ndërhyjet nga ndërmarrja e shërbimeve, sepse jo nga gjithë struktura e bashkisë, duke qenë se jemi bashki e vogël, normalisht çdo situatë nuk është se i përket një drejtorie të caktuar, por i përket gjithëve bashkë.